Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë përgatitjen e një tave shumë të thjeshtë me makarona dhe mish. Këto në fakt janë makaronat që zakonisht ne përgatisim supë, ose mund t'i përdorni edhe në vend të pilafit. Ne në familjen tonë këtë lloj makaronash e preferojmë shumë, i përdorim qoftë në përgatitjen e supës, ose i përdorim gjithashtu edhe në vend të pilafit. Edhe sot mënyrën e përgatitjes së tyre unë vendosa që ta ndaj edhe me ju. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim do të zjem mishin, pjesë të cilën unë nuk e kam xhiruar në këtë video, pasi procesi është shumë i thjeshtë. Pra në këtë rast unë thjesht kam bërë zjerjen e mishit, të cilin e kam prerë në kubik të vegjël, dhe mishi në këtë rast është mish viçi. Sigurisht ju mund të përdorni çfarëdo lloj mishi që keni dëshirë, mund të përdorni edhe mish qingji ose mund të përdorni mish pule, mund të përdorni mish tul ose mish me kock. Edhe gjatë kohës që mishi zjen, ne do të vazhdojmë me përgatitjen e pjesës tjetër të recetës. Në një tenxhere ose në një tigan hedhim pak vaj ulliri, edhe aty do të shtojmë edhe 1 gotë e gjysmë me këto makaronat. Tani do të bëjmë skuqjen e makaronave ose kaurdisjen e tyre në zjarr mesatar për 1 ose 2 minuta, derisa të shikoni që një pjesë e makaronave të fillojnë të ndryshojnë ngjyrë. Në këtë moment, një pjesë të makaronave do ta largojmë nga tenxheria dhe një pjesë të makaronave do t'i lëm akoma në tenxhere që të skuqen në mënyrë që të ndryshojnë akoma edhe më shumë ngjyrë. Sigurisht kjo pjesë është në dëshirën tuaj, kush të ketë dëshirë mund t'i kaurdis makaronat të gjitha njësoj, pra për të marrë të njëjtën ngjyrë që të gjitha makaronat. Kush ka dëshirë mund ta bëj procesin siç e kam vepruar edhe unë. Mua më pëlqen që një pjesë e makaronave të jenë pak më të errta në ngjyrë, pra marrin atë ngjyrën kafe të lehtë, ndërsa pjesa tjetër e makaronave qëndrojnë në ngjyrën e tyre. Edhe pasi përfundojmë të gjitha makaronat, i largojmë të gjitha nga tenxheria. Dhe tani tek e njëjta tenxhere do të shtojmë 1 kokër qep të grir imët, do të shtojmë aty edhe 1 thelpi hudhre ose 2, varet si të keni dëshirë, dhe më pas i kaurdisim së bashku derisa qepa të zbutet. Gjatë kësaj kohe, në tenxhere do të shtojmë edhe speca. Mund të përdorni sa speca të keni dëshirë, dhe nëse doni që tava në fund fare të ketë ngjyra, atëherë mund të përdorni speca me ngjyra të ndryshme. I kaurdisim edhe specat së bashku me qepën, shtojmë gjithashtu edhe 1 lugë gjelle me salcë speci ose salcë domateje, i trazojmë së bashku. Dhe tani do të shtojmë edhe mishin që ne kemi zier më parë. Ndërkohë lëngun e mishit do ta ruajmë për përgatitjen e recetës. I kaurdisim së bashku, do të shtojmë edhe makaronat që kemi përgatitur që më parë, dhe i kaurdisim të gjithë përbërësit së bashku. Mos harroni që gjatë kësaj kohe të shtoni edhe erëzat që keni dëshirë, mund të shtoni pak krip, pak piper të zi ose piper të bardhë. Mund të përdorni për këtë recetë pak piper të kuq, pak nenexhik ose mëndërc ose nane, si quhet ndryshe, kjo varet në dëshirën tuaj. Edhe në fund fare, kur të gjithë përbërësit janë trazuar mirë me njëri tjetrin, në tenxhere do të shtojmë edhe ujin. Në këtë rast unë kam përdorur lëngun e mishit, i cili është i nxehtë, dhe në këtë rast, duke qenë se unë kam përdorur 1 gotë e gjysmë me makarona, unë kam shtuar 4 gota me ujë ose me lëng mishi. I vendosim edhe kapakun sipër dhe e lëm që të zjej derisa masa të pi të gjithë ujin.
maksimumi për rreth 15 minuta në zjarr mesatar dhe më pas e keni gati. Dhe kur shikoni që makaronat e kanë pirë të gjithë ujin, në këtë pikë do ta ulim zjarrin në minimum edhe do ta lëm tavën edhe për disa minuta të tjera, për të paktën 5 ose 10 minuta në zjarr fare të ulët. Nëse dëshironi sipër, mund t'i vendosni edhe një pecet, njësoj siç veproni kur përgatisni pilafin. Dhe më pas, tavën që kemi përgatitur e kemi gati. Përpara se ta servirim, mua më pëlqen shumë që sipër t'i shtoj edhe majdanos të freskët. Kjo sigurisht është në dëshirën tuaj dhe më pas nuk na ngele gjë tjetër veç se ta servirim për familjarët tanë. Ua garantoj që është një recet fantastike, siç e patë edhe vetë, u përgatit fare kollaj me një procedurë shumë të thjeshtë edhe me pak përbërës. Unë shpresoj shumë që kjo recet ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.